si kundër se ju bëra me dije, me mua në studio sonte është zoti Edmond Spau. Mirëmbrëma zoti Spau. Mbrëma, faleminderit. Një autoritet i rëndësishëm i Partisë Demokratike, për shumë kohë ish në kryetari i kësaj partie, i cili nuk është më aty. Nuk është as pak për të çuditur, është një abort i zakonshëm e Partisë Demokratike, ka 35 vjet që ndodh, abortohet në një mënyrë shumë të çuditshme, të themi në mënyrë metaforike, në këtë parti, që në ditët e para dhe deri dhe sot. Pastaj befas krijohen edhe situata ku vinë të rinj, me njerë mbiten të rinj aty thuhet edhe erdhën të rinj dhe ikin njerëzit vazhdimisht. Nëse kjo është edhe puna e një partie që kështu mendon, kështu do ta tjerë jetën dhe botën në ditët që vinë. Besoj që edhe rasti Spau ngjan goxha me rastet e tjerë. Pra, kjo është arsyeja thelbësore që unë, për shkak të qëndrimeve të tij, lidhur me ngjarjet e aktualitetit, me këto momente që përshkova, po dhe me ngjarjet e aktualitetit, ku zoti Spau është prezent, kjo është arsyeja që është në studio me mua sot. Domethënë, ne kemi folur, po nuk jemi parë kështu në studio zoti Spau. Që kur jeni me çfarë merreni tani? Nuk jeni më deputet i Partisë Demokratike, por jeni aktiv në politikë, nuk jeni më. Me çfarë merreni? Përveç kësaj që unë shoh publikisht. Tani jam krejtësisht i liri, pa angazhuar me ndonjë gjë. Kam dhënë pension. Merrem me interesat e mia të ngushta, familjen me këto gjëra. Që është natyrshme se njëri do të jetojë. Mbush kohën me angazhimin politik, po duke u përpjekur që të ruaj një lloj mosmolepsie nga qëndrimet partijake, cilat në të shkuarën deshe apo s'deshe du t'i reflektonje në veprimtarinë tënde. Tani, me thënë të drejtën, zoti Spau, është si kjo protesta që ka ndodhur tani, që askush nuk mendonte që do ndodhte një gjë e tillë, duke qenë që e madhe e gjitha, por dhe në këtë ndërsa çalon krahasimi, po edhe askush nuk mendonte që do të largohesh nga Partia Demokratike, si njëri i fortë i kësaj partie, punonit për të, si ta themi në mënyrë figurative, të vrisnit për të. Ta themi në mënyrë metaforike, E drejt. Si erdhi ky divorc tani? Ishte divorc me dëshirën e dy palëve, apo vetëm me dëshirën e doktorit, që ndodhin shpesh divorce me dëshirën e doktorit? Këtu ka dy pjesë, mendoj. Pjesa që ka të bëjë me qëndrimet parimore, dhe pjesa që ka të bëjë pastaj me raportet personale. Për sa i përket parës, ju e dini që në 2021, në shtator, zoti Berisha ju kundërvu qëndrimeve të Lulzim Bashës, i cili ishte kryetari i Partisë Demokratike, i cili që nuk mori përgjegjësitë për humbjen e zgjedhjeve të 2021-shit, dhe për më tepër përjashtoi me vullnetin e tij personal, pa vendime të strukturave të PD-s, përjashtoi zotin Berisha nga grupi parlamentar. Unë kam menduar në atë kohë që Ju më kthjelloni se ju një njeri i brendshëm, po unë kam dyshimet, unë jam i jashtëm në këtë histori, po kam dyshimet që zgjedhjet e 2021 i drejtonte Saliu. Ndërsa këtë të dytën nuk e ka bërë Lulbasha, them unë, ndërsa të dytën e ka bërë Lulbasha që përjashtoi Saliun. Mendoj unë, zgjedhjet e 2021 i bile humbi Saliu i humbi, them unë. Sot, me faktet që kemi në dispozicion, sigurisht kam është një skenografi më të gjerë se sa ajo që analizonim me njëherë mbas zgjedhjeve në qershor, në mos gaboj, të 2021-shit. Po sidoqoftë, kryetari zyrtar i Partisë Demokratike ishte Lulzim Basha dhe ai mban Qartë. Formalisht gjithë vendimet. Formalisht jemi okay bashkë. Jo në qershor, më fal kanë qenë në prill zgjedhjet. Përjedhoi mosmarrja e përgjegjësive, nxiti një lëvizje që njihet si lëvizja e rithemelimit.
dhe u premtuan shumë gjëra për cilat ishe pamundur mos binje dakord. Për shembull, forcimi i demokracisë në parti. Ne kishim një mori smundjesh që ishin reflektuar në veprimtarinë tonë nga viti 2013, po sidomos pas. Tani, që të qartësohemi për shikuesin, unë jam i qartë me këto, i thua ti, po thjeshtësisht themi, ju ishit kritik ndaj Zotit Basha, totalisht? Unë kam qenë kritik nga Zotit Basha, po them për qëndrimin ndaj reformës territoriale. Jo në publik, që t'jemi të... Jo, nuk po themi publik. Në parti ka një rregull. Në parti... Nëse merr një vendim, edhe pakicat... Zoti Spau, më pyetja me akoma më e thjeshtë. Ju ishit më afër Sali Berishës, se tani në Shqipëri këto pyetje ti bëhen në këtë mënyrë, apo Lul Bashës? Me sa shohun qëndrimet në atë kohë, pavarësisht se unë nuk disponoj nga fakte, sepse kontaktet me Berishën në periudhën 2013-2021 kam patur po aq sa të tjerët. Dhe unë komunikonja me kryetarin e partisë. Pastaj çfarë komunikonte ai me zotin Berisha është punë e tij. Por ditë them që unë kam qenë kundër djegjes mandateve dhe këtë ja kam konfirmuar Lulzim Bashës në kontaktet personale që kemi pasur. Ja kam komunikuar Monika Kryemadhit, ja kam komunikuar Fatmir Mediut dhe disa kryetarëve partisë tjera. Ju ishit në kryetari Partisë Demokratike. Ju mendonit që djegjen e mandateve e bëri Basha? Pavarësisht çfarë mendoj unë. Jo, do ma thuash. Formalisht e bëri Basha, ai ishte kryetari. Po ne po flasim tani, dhe të flasim shumë hapur me një tjetrin, dhe unë kam idenë që ju flisni hapur. Ka pasur dorët e Zotit Berisha. Dhe në tërësi për gjithë aktivitetin e Zotit Basha në kryet partisë, nuk mund të thuash që anashkalonte, nuk pyeste, nuk merrte mendimin e Zotit Berisha. Zoti Berisha, me sa duket, ka qenë kryetar në hije i Partisë Demokratike dhe duhet mbaj përgjegjësi për gjithçka ndodhi gjatë këtyre viteve. Atëherë si u largove ti? Si erdhi divorci? Të largoj Berisha apo ike ti? Duhet të jemi qartë në këtë pikë. Unë ende nuk e di. Jo, më largoj Berisha, duhet thënë hapur fare, po më largoj Berisha. Sigurisht këtu ka pasur një zhvillim, nuk është se kjo erdhi brenda ditës. Çfarë konkretisht? Ne premtuam demokratizimin e PD-s. Nenin për dhënë dorëheqjen. Kryetari kur u mbet zgjedhjet apo jo. I vum edhe Tuja pas ke fut vetes. Së tjetër, premtuam primaret, apo jo. Qartë. Që për zgjedhja e kandidatëve për deputet dhe për pushtetin vendor do bëhet mbi bazën e primareve, mbi bazën e kontributeve që do t'jepnin njerëzit që ishin të angazhuar në aktivitet politik. Pra ti ke kërkuar, pas sa vitesh eksperiencë, Zoti Spau, sa vjetë kinë në Partinë Demokratike? 35 vjetë. Pas 35 vjetë, kur është krijuar, ju keni kërkuar të bëni të kundërtën e asaj që ka bërë Berisha 35 vjetë. Pse mos ta kërkonja? Pse mos ta kërkonja? Që tha mendja? Se do iknit si të tjerët. Që ta mendja që kërkuat të gjese? Ore, kjo është gjëja me domosdoshme, ti duhet ta bënje këtë gjithmonë. Unë nuk jam kundër kësaj. Bravo të qoftë. Por si ta tha mendja tani... Tilla qëndrime ka mbajtur edhe përpara, zoti Rakipi. Në 2008-ën, po ti hapesh ato letrat, protokollet e kryesisë Partisë Demokratike, kam kundërshtuar zgjedhjen e presidentit sipas paketës që u paraqit. Kam qenë i vetmi që kam folur kryesisht. Pse? I thash, me kompetencat që i keni dhënë kryeministrit, nuk ka rrugë tjetër për ta balancuar pushtetin, përveç se duke zgjedhur president nga populli. Ma hodhi poshtë vetë Berisha, i cili disa muaj përpara, apo një vit a 2 vite përpara, shprehej që presidenti duhet zgjedhur nga populli. Tani zoti Spau. Unë s'kam ndruar ndonjë gjë në Jo, nuk po them që ke ndruar më jo. Por çështja shumë e rëndësishme. Jo, pjesën ndërmuese. Kam folur. Jam okay me ty. Unë e kuptoj se e njoh. Nuk është gabim. Shumë mirë. Dhe sigurisht, por pjesën ndërmuese të gjërave ti ke mbajtur brenda vetes, sepse do kështë ikur më përpara zoti Spau.
pa diskutim Do ka të shumë kishe gjëra. dalë armik më shumë se kaq. Sepse këto janë rregullat, jo vetëm te Partia e Berishës, më te Partia e Berishës. Po jam dole armik Po të tjerë. në... Tani si të thanë ty kur u largove tani, si ta krijuan atë? Unë kam pasur rezerva për mënyrën se si u bashkuan dy gjysmat e grupit ton parlamentar. Ke erdhi gazi me këta? Po, Ë? i kam shprehur Berishës edhe në grup Ja parlamentar. theti këto. Edhe në grup parlamentar, që mendoj që ndoshta më e udhës është krijojmë një grup të ri parlamentar. Po. Taj grup do të vikë tek ne, se s'ka ku shkon. Rezultati i zgjedhjeve 2022 për 6 bashkit tregoi që ata s'kan ku, nuk kishin të ardhme politike. Dolën të tretët me rezultate të dobta. Në këtë mosh pas ke bërë gabime të rëndësishme ideologjike, Ndoshta, ti i ke kërkuar doktorit Ndoshta. mos I bëj kam- atë që i kishe kam vendosur, mos kërkuar- merrte prap ata. Zvarr ti silte aty. i kam thënë edhe këtë, që ndoshta ne më mirë të krijojmë një parti të re. Më ka thënë do humbi 10% votave. Fakti tregoi që ne humbëm jo 10%, por nga 30.000 në 2021 shkuam 300.000 diferencë në 25-ën. Pra unë kam pasur drejt në ato që kam thënë. Ore drejta Dhe aty. jeta i tregoi. O zoti Spa, drejta aty është vetëm me doktorin më. Dhe ti që të kishe të gjitha të mirat, që të bien, se nuk të bien nga qielli aty. Do si dhe që o si Flamuri, o si tjetri, o si tjetri. Nuk ka rrugë tjetër më. Unë e kuptoj që... Abitem në këtë kohë, Unë ti, e pas 35 vjetësh, ti ke djegur Po, unë e Gjithë- kuptoj që në partitë politike atë që ke krijuar, më gjithë backgroundin tënd. Ja. partitë politike Flamurin e nxorr. shqiptare duhet jesh fleksibël. Po pra. Duhet gëlltisë shumë gjëra. Po. Por mendoj që deri në farpike. Dhe Vjen një moment që vjen një moment, duaj. nuk e ka përcen duhet dalë. Se shiko, ai fotografi. Unë kam gëlltitur shumë, Nxjerrni, unë kam nxjerrni gëlltitur Flamurin, mos ylli. e hiqni. Ylli, Je shikoj, duket sikur si gjallë, ma si shumë i habitur, Flamuri. unë kam gëlltitur shumë gjëra. Ha? Ti e di mjaft mirë, unë jam Jo, jo. përjashtuar 50 ditë nga kuvendi. Po 50 ditë nga kuvendi se mbaj mend këtë. Nga 2021 50 deri ditë në kanë përjashtuar. 2025, po. Shkretje. Për shkak të qëndrimeve që kanë mbajtur atje. Je pa kokë shkret. Dhe veprimi që ke kryer në fund, për t'i thënë doktorit, ndalu bek se ka ndek pas 35 vjetësh, Jo, është, me gjitha të vjen një ditë tu ati. Këtu unë të riqem pastaj, dhe të them, zoti Spa, fal, sepse vjen një ditë që s'mban më. unë s'jam bërë pishman për këto. Nuk je bërë pishman. Jo. Je i sigurt se të mirat Tjetra. Kush je tani aty? Unë Rinjë, u në opozit do përplasa rinjë, hapur, në opozit do rinjë, u përplasa hapur me këtë zotrinj që manxore. Flamurin. Po, Si, për çfarë arsye për shumë? sepse vepronte me arrogancë, me prepotencë, i shkelte kolegët me këmbë. Të gjitha vendimet i merrte, sidomos në Flamuri periudhën, sidomos në Flamuri periudhën, shkret zbaton dhe pikë për pikë që ai është doktori, më. sidomos në periudhën kur doktori ishte në arrest shpjak. I kam shkruar doktorit, i kam folur me Flamurin, i kam shkruar doktorit. Tani unë të jem kryetar drejtues politik i qarkut Korç dhe për asgjë të mos më pyesësh, pse jam? Që kryetar i qarkut ti dhe Flamuri, edhe Flamuri nuk të pyeste. Absolutisht jo. Edhe njerëzit i emronte pa mvendjeni. Në Korçë. Edhe merr një vesh më mbrapa. Kryetar i qarkut e merrte vesh me vonesë. Po. Ose se merrte vesh fare. Ose se merrte vesh fare, ose merrte vesh nga gazetat. Po si të paraqitin aty thoshin më ka dërguar Flamuri? Tani unë po them thelbin e çështjes ti do që të bësh Po jo se. edhe humor. Jo, po, është Allah kjo bota dhe, kupton tani ti dhe sa vjen dhe gjëra më të çuditshme dëgjojmë zoti Spa, se Kështu që vite më për të parë gjitha këto, nuk kemi dëgjuar kaq të çuditshme. për të gjitha këto i kam shkruar Berishës. Kam ngritur pretendimet e mia. Ja shkruajnë ti këto. Po. Ai merr dhe ja lexon te Flamurit. Ja çon te Flamurit. Po. Ja çonte ky Dhe më pas jemi takuar. me doktorin. Po. Ç'të tha? Ja Po feti. tha, nuk të kemi hequr, pasi bëm debat në kryesinë e PD-s, që pse më shkarkuan nga drejtuesi qarkut Korç, cilën janë argumentet? Keni argumenta që s'kam punuar. Po. Kur ju kam ngritur rithemelimin në Po. qark legët e qarkut Korç. Ëh. Ç'të tha? Flamuri, kur e takova të nesërme se atë ditë s'kishte argumenta, më tha që, po ja tha me qënë se Ivi vjen nga një qytet që është afër Korçës, Nga ai. menduam që nga Përmeti,
Menduam që ta vëm atë. Po jo, më nuk është që afër, është 100 kilometra. Kështu që të bëj një debat për një argument tillë nuk ja vlen apo jo. Do me thënë Ivi është afër të aty Dhe menduam të vëm atë. të qargut. I kërkova takim Berishës, më tha nuk të kemi hequr për... Doktori, ti vajte dhe të që tha? Nuk të kemi hequr për mos kryerjen e detyrës, të garantoj që do jesh deputet në parlamentin e ardhshëm. Dhe do të përdor mjetet që kam unë në dispozicion. Për të bërë deputet? Po pastaj? Pastaj, unë vazhdova me po atë ritëm angazhimi sikur se kisha pasur për para. Në primare, kam dali dyti, se na vunë ca detyra në. Primare? Po s'dole mirë në primare, po s'kandido. Nuk futesh? Unë kam dali dyti në grupin parlamentar. I dyti në primare? Po, në gjithë grupin parlamentar. Pastaj na vunë detyrë që po nuk gjetët 300 emra nga emigrantët që do të votojnë për PD-n, nuk do kandidoni për deputet. 400 i dërzova. Po si dërzoshin këta, se kjo është habi. Se njerë mua më kujtojët në Londër, një miku im, që banon në Londër, nga Cëriku, Taku, njëri mirë shumë, i kishte vajtur deputetet zonës dhe i kishten kam 60 vota. Dhe do t'i sjell unë, a 100 sa i kishten. Dhe deputetja, kandidatja i kishten si ka mundësi, qëfar po thua, se nuk e kupton. Nuk jam për t'u besuar se gjëra tilla ndodhin... Jo, nuk e kupton të deputetja... Vazhdimisht ndodhin... Jo, ndodhin, po jo në Shqipëri po më për ditë dhe kudo. Po në Britani, për shembull, deputetja, kandidatja britanike, londineze, u habit shumë edhe mori i ngarkoj Takut, e ngarkoj me dokumenta Takun dhe gruan për të shpërndarë në lagje. Se nuk e kupton të si mund të gjenë njeriu 60 vota. 60 i gjenë ti. Detyra jonë ishte të identifikonin... Se këtu kështu ndot më, patronogjisët gjenë të vota këte... Detyra jonë ishte kjo, të identifikonim votues të djathtë me banim në emigracion dhe t'i shtynim për të registrohesh. Që atë se detyron dot? Të registroheshin për të votuar. Sigurisht atë nuk e detyron dot, por duke u nisur nga premisa që po e evidentojmë votues të djathtë. Po ka ndodhur që të kërkonin dhe firmat më hetët të atyre, jo ty. Të tjerëve... Por e për atë punë i kanë marrë edhe të filmuar kur kanë bushur fletë. Dhe filmin, nuk kërkonin dhe filmin tani. Edhe e kanë njësur këte. Po, i plotësove dhe këtë ti, edhe kriter. Kemi bërë aqë. Jemi të qartë. Tani që të mos humbim fillin. Jemi këtu. Dhe dolan listapur. Dolan listapur. Pas gjithë tyre plotësimit kushteve. Të gjitha? Asgjë nuk u morën konsiderat. Dhe ti nuk u caktove? Më nxorën listapur. E takova prap doktorin, i thashëm ka dhënë fjalën. Unë kam bajtur këto qëndrime nga 2021 deri më sot. Po, më ka dhënë fjalën që unë do punoj. Dhe kam qenë një nga shumë të paktët. Po. Që një vit rresht kam dendur atje ke rruga e shpresës. Ti mund të kesh drejta për gjitha sa parashtron, por ne kështu vendosëm. Këtu e mbylla debatin, s'kishim çfarë diskutonje më dhe shkovan listapur. Por nuk mbaroj këtu, sepse Flamur Noga me gjithë efikasën u angazhuan në Korçë më sa votoni fushatë. Dhe porositën strukturat që të mos e votoni. Po i gjetë dhe mënyra që më të largoheshet. Urdhro? U gjetë dhe mënyra që të të largoheshet. Për mënyra në qofse nuk do që dikush jetë në rreth e tu, gjem plot. Nuk është vështirë për ti gjetur. Por ne po flasim për në një... Jam i qartë. Unë të pyrit që ti bej që edhe... Unë këto i kam thënë, nuk është hera e parë që po i them sot. Jo, punë të ndë më, po unë për shembull që nuk i ditë gjitha detajet, shtërngojmë dhe pyes në këto mënyra për të nxjerrë konkluzione ata i këna shikojnë, e kupton. Edhe pse ti i ke thënë. Që më duket që nuk i kam ngelur borxh njeriu. Por kundrazi më kanë borxh, pasi për gjatë gjithë periudhës angazhimit tim politik kam qenë korrekt. Qartë. Kam respektuar angazhimet partijake, kur kam pasur rezerva, kam folur në institucione, ju kam thënë drejtuesve të mi, por në publik kam bajtur qëndrimet që ka përcaktuar partia. Tani,